Pacientët e lënduar në zjarri në Koçan, të cilët tashmë janë lëshuar për kurim shtëpiak, kanë ankesa për marrëmendje dhe dhimbje koke. Drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Qibishev thotë se këtyre pacientëve u nevojitet kohë më e gjatë e rikuperimit sepse nga gazrat helmuese që kanë thithur u janë dëmtuar organet vitale. Në intervistën për Radion Europa e Lirë, Qibishev thotë se pacientët e lënduar në tragjedinë e Koçanit mund të kenë probleme serioze si dëmtimi i kujtesës dhe pamundësia për të përqendruar. Gazrat helmuese jo vetëm që kanë një efekt të dëmshëm në organe dhe qeliza, por ulja dhe nivelin e oksigjenit në organe. Pra mungesa e oksigjenit mund të ketë një efekt shumë të pafavorshëm në organet vitale, në sistemin nervor qendror, zemrën dhe mushkërit. Truri ose sistemi nervor, nervat për shkak të mungesës së oksigjenit mund të humbasin ndjeshmërinë dhe aftësinë e plotë për funksionuar në të ardhmen. Përndryshe, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se mbetet e pandryshuar gjendja e pacientëve që po trajtohen jashtë vendit, përfshirë edhe pacientët që janë në gjendje kritike. Aktualisht në qendrat mjekësore jashtë shtetit po trajtohen 68 pacient, 3 në gjendje kritike dhe në klinikat e Shkupit po trajtohen 11 pacient. Një pacient bëjnë me dije se është liruar nga qendra mjekësore në Lypjan dhe trajtimin mjekësor do ta vazhdojë në një tjetër shtet ku ka sigurim shëndetësor.